Kandidati për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Wentz, ka folur para Senatit për prioritetet e punës së tij. Wentz është propozuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump si ambasador në vendin tonë. Në qendër të raportimit të tij para Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin Amerikan, Wentz tha se kryesore mbetet lufta kundër korrupsionit dhe mbështetja për SPAC-un. SPAC-u, nga gjithçka që kam lexuar, ka qenë një organizatë shumë e vlefshme. Ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur. Prokurorët që hynë në SPAC i nënshtrohen një procesi shumë të kujdesshëm verifikimi, duke përfshirë edhe testimin me poligraf. Nëse konfirmohem, sigurisht që mund të angazhohem për të shtyrë përpara dhe për të mbështetur vazhdimsinë e operacioneve të tyre apolitike dhe të pavarura. Një tjetër prioritet shumë i rëndësishëm sipas tij është lufta kundër korrupsionit në Shqipëri. Nëse zgjidhem si ambasador, do ta mbështes Shqipërinë në luftën kundër korrupsionit dhe do të luftojmë kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe trafikut të drogës. Eric Wentz është general me një eksperiencë 34 vjeçare në ushtrinë amerikane dhe ka mbajtur disa pozicione të larta komanduese, duke drejtuar organizata të mëdha ushtarake dhe civile. Më 13 prill, presidenti amerikan Donald Trump propozoi Eric Wentz si ambasador të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, pasi që prej largimit të Yuri Kim në vitin 2023, Tirana zyrtare nuk ka një ambasador të Shteteve të Bashkuara.